Herën në Durrës, 2 persona gjenden pa shenja jete, ja për çfarë dyshohet. Ditën e djeshme 2 persona në qytetin e Durrësit janë gjetur të pajetë. Njeriu u zbulua në tokën e tij në fshatin Kalush, ndërsa tjetri u zbulua në shtëpinë e tij. Bëhet me dije se të ndjerët janë të moshave 82 dhe 62 vjeç. Sipas informacioneve të policisë, nuk kanë shenja dhune dhe vdekja dyshohet të jetë për shkaqe natyrale. Njoftimi më datë 9/12/2025 u gjet në sipërfaqen e tokës në pronësi të tij në fshatin Kalush, trupi i pajeti shtetasit HB 82 vjeç. Nga këshyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune. Paraprakisht dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën për shkaqe natyrale. U gjet në banesën e tij në lagje numër 13 trupi i pajeti shtetasit BM 62 vjeç. Nga këshyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, njoftoi policia. Paraprakisht po dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën për shkaqe natyrale.